Prishin abdesin sekrecionet e bardha e smundja. Dhe si e tillë nuk ka argument që e prish abdesin. Fakti që çdo gjë që del nga dy rrugët e jashqitjes prish abdesin, nuk është i saktë. Ne themi prishet abdesi me atë që ka argument. Urina, jashqitja e madhe, el medhiu, el wadiu, por disa e ngatarojnë wadiun me sekrecionet. Sekrecionet janë infekcion. Se kemi medhiun, kemi dhe wadiun. Medhiun është sekrecioni i cili del si pasojë e epshit. Ky e prish abdesin. Po kur themi sekrecionet të bardha, kemi për qëllim ato të cilet janë infekcione. Këto nuk e prishin abdesin. Nuk kemi argument. Dhe feja është ndërtuar në argument. Kur thu s'lejohet, do thotë ka thënë Allahu. E kur ti thu për Allahun, atë që s'e ka thënë, do thotë që ke rreth.